Një burr i dha sanduiçin e tij të fundit një vajze të pastre. Dekada më vonë, kjo ndodhi. Qielli ishte i errët dhe ajri mbante erën e trotuarit të lagur. Shiu trokiste lehtë mbi trotuar ndërsa James tërhiqte xhaketën e tij të hollë më fort rreth vetes. Ai sapo kishte mbaruar një turn tjetër të gjatë në fabrik. Duart i dhimbnin dhe stomaku i tij ishte bosh. Paratë e pakta që kishte mezi mjaftonin për qiran, e lëre më për ushqim. Por sonte, ai kishte lejuar vetes një luks të vogël, një sanduiç nga delikatesa e qoshes. Ai mbante sanduiçin e mbështill me kujdes sikur të ishte diçka e çmuar dhe eci drejt parkut lokal. Nuk ishte shumë, vetëm disa stola, një set lëkundës i ndryshkur dhe copë zabari, por ishte i qetë. Ul në një stol, druri ftohtë të cilit i ndihej përmes pantallonave të konsumuara. Stomaku i tij gurgullonte ndërsa zhvillonte sanduiçin. Vetëm një kafshat, kjo i duhej për të ndier sërish njeri. Atëherë pa atë, një vajzë jo më shumë se 12 vjeç, qëndronte disa hapa larg. Rrobat i kishte të ndotur, a flokët e ngatëruar dhe krahët i mbështillte rreth vetes për të luftuar të ftohtin. Por sytë e saj, të gjerë dhe të uritur, ishin ngulur te sanduiçi në duart e tij. James u ndal. Ai e njinte urinë, e dinte si ishte të kalojë ditë pa një vakt të vërtetë. Dhe tani, kjo fëmijë po shikonte ushqimin e tij ashtu siç kishte shikuar ai vitrinat e dyqaneve, duke dëshiruar pak ngrohtësi, pak shpresë. Pa u menduar, ai ia zgjati sanduiçin. "Merre", tha me zë të ashpër nga lodhja. Vajza hezitoi, sikur të mos besonte se kjo ishte vërtet. Pastaj, ngadalë, zgjati dorën dhe e mori. Gishtat i dridheshin. Nuk tha faleminderit, nuk tha asgjë. Por ndërsa e mbante sanduiçin pranë gjoksit, sytë ishin mbushur me lodhë. James i dha një buzëqeshje të vogël, të lodhur, pastaj u ngrit, futi duart në xhepat bosh dhe u largua. Shiu tani binte më fort, duke i lagur rrobat. Stomaku i dhimbte nga uria, por ai e injoroi. Nuk e dinte nga do të vinte vakti i tij i ardhshëm. Nuk e dinte nëse gjëra do të përmirësoheshin ndonjëherë. Por për një çast, në atë park të ftohtë dhe të vetmuar, ai kishte bërë diçka të mirë. Dhe kjo mjaftonte. Kan kaluar 30 vjet. Bota kishte ndryshuar, por jeta e Jamesit nuk ishte bërë më e lehtë. Tani ai ishte i moshuar, flokët ishin zbardhur, trupi i lodhur. Fabrika kishte mbyllur dyert shumë kohë më parë dhe pa familje që ta ndihmonte, jetonte vetëm në një apartament të vogël me mure që zhvisheshin dhe çati që pikonte. Disa ditë ai pyeste veten nëse dikush do ta vinte re që po zhduke. Pastaj një mëngjes dimri, trupi i tij dha shenja dorëzimi. Një dhimbje e premti përshkroi gjoksin dhe ai u rrëzua në dyshemen e ftohtë. Një fshin dëgjoi trokitjet e tij të dobta dhe thirrri ambulancën. Në spital mjekët u vrejtën. "Duhet operacion", i tha njëri. Por pa sigurim, fjalët mbetën pezull në ajër. James e kuptoi. E kishte parë këtë më parë. Njerëz si ai, të lënë më njanë sepse nuk mund të paguanin. Mbylli syt. Ndoshta kjo ishte hera fundit. Ndoshta historia e tij do të përfundonte këtu, në një dhomë sterile të spitalit, pas kënd që ta kujtonte. Por në anën tjetër të spitalit, në një zyrë të pastër të bardhë, një mjeke po skanonte listën e pacientëve. Emri i saj ishte Sara. Vishte një mantel të bardhë të rregullt, flokët i kishte të lidhura mjeshtërisht. Jeta kishte qenë e mirë me të. Ajo kishte punuar fort, i kishte shpëtuar rrugëve dhe tani shpëtonte jetë çdo ditë. Pastaj e pa James Hart. Fryma i ndaloi. Ai emër. Një kujtim i ndezur, shi, duar të ftohta, një sanduiç i dhënë pa hezitim, një mirësi që ajo kurrë nuk e kishte harruar. Zemra po i rrinte fort. A mund të ishte ai? Pa menduar më tej, ajo doli me nxitim nga zyra. Thembrat e saj ishin duke klikuar shpejt në dysheme. Infermierët kthyen kokat ndërsa ajo nxitoi në korridor. Mbriti te dhoma e tij. Dora i qëndroi pezull mbi derë. Po sikur të mos jetë ai, po sikur të jetë. Hapi derën. Atje, në krevat, qëndronte një burr i moshuar, i brish dhe i zbet. Sytë e tyre u takuan. Dhoma ishte e qetë përveç bipit të qëndrueshëm të monitorit të zemrës. James hapi sytë ngadalë. Shikimi i tij ishte i turbull nga dhimbja dhe medikamentet. Një grua qëndronte pranë krevatit të tij, e veshur mirë, duke e rëndësishme, mjeke. Por pse po e shikonte ashtu? Pastaj zëri i saj u drodh kur foli. "A më mban mend?" James u vërejt. Kujtesa e tij nuk ishte si dikur.
Ajo duke e njohur, por nuk mund të vendoste. Sara u gëlltit me vështirësi. 13 vjet më parë, po binte shi, ti më dhe sanduiçin tënd. Papritur, gjithçka ju kthye. Parku, vajza u rritur, vakti i fundit që ai kishte dhënë me dëshirë. Sytë e tij të lodhur u zgjeruan. Ishe ti? Sara pohoi me kokë. Sytë e saj shkëlqenin. Kur nuk e harrova, tha ajo butësisht. Atë natë isha gati të dorëzohesha, por mirësia jote më bëri të besoj se njerëzit e mirë ende ekzistojnë. Jamesit ju shtrëngua fyti. Donte të fliste, por fjalët nuk i dilnin. Pastaj Sara ju kthye infermieres. Programo operacionin e tij me një herë. Unë do të mbuloj gjithçka. Infermierja hezitoi, por kostoja nuk më intereson kostoja, tha Sara me vendosmëri. Ai nuk do të vdes në kujdesin tim. Fryma e Jamesit u ndërpre. Askush nuk ishte luftuar për të prej vitesh. Me dobësi, ai zgjati dorën për të kapur dorën e saj. Pse? Përshpëriti. Pse po e bën këtë? Sara i shtrëngoi gishtat butësisht. Sepse ti e bëre i pari. Dhe për herë të parë në dekada, James e la veten të qante. Dhoma e spitalit nuk i duke më e ftohtë. Drita e diellit hynte përmes dritares ndërsa James u ngrit në krevat, më i fortë çdo ditë. Sara vinte çdo mëngjes para turneve të saj, ndonjëherë duke sjell kafe të freskët, ndonjëherë vetëm praninë e saj të qëndrueshme. Një pasdite, ajo ofroi një karrike. Më trego për jetën tënde, tha ajo. James qeshi dobët. Nuk ka shumë për të treguar. Kam punuar, kam bietuar, kaq. Sara tundi kokën. Jo, ti ke bërë diferencën, vetëm se nuk e dije. Ajo hapi një fletore të konsumuar. Brenda saj ishin artikuj gazete për kuzhinat bamirëse dhe strehimoret për të pastre. Pasi me ushqeve, unë i premtova vetes se do të ndihmoja të tjerët. Çdo vakt që shërbej, çdo jetë që shpëtoi, gjithçka filloi nga ti. Duart e Jamesit dridheshin rreth gotës së ujit. E gjitha kjo nga një sanduiç? Jo sanduiçi, e korrigjoi Sara butësisht. Zgjedhja jote. Ti zgjodhe mirësinë kur nuk të kishte mbetur asgjë për të dhënë. Një javë më vonë, ndërsa nënshkruaj letër lëshimi, Sara i bëri një ofertë që habiti. Eja jeto me mua. Kam një shtëpi të vogël për mysafir. Është e vogël për e ngrohtë. James thundi kokën me një herë. Nuk do të jem ndonjë rast bamirësie. Bamirësi? Zeri Sarës u thye. Kjo është familje. Kur ai ende rezistoi, ajo më në fund trofeu diçka që e bëri zemrën e tij të ndalonte. Të gjitha 12 vjet më parë. Kisha adresën tënde, gjithçka, por kisha frikë. Po sikur të mos më mbaje mend, po sikur të mendoje se isha e çmendur. Ajo fshiu syt. Pastaj u shfaq në urgjencën time dhe kuptova se disa lidhje askoha nuk mund t'i prish. Jashtë, gjethet e vjeshtës vërtiteshin kundër dritares. Brenda, dy shpirta që dikur kishin kaluar si anije në natë, më në fund kishin hedhur spirancën bashkë. Shtëpisa e vogël mbante erën e bojës së freskët dhe gjilpërave të pishës. James kaloi dorën përgjatë kangjellës së lëmuar të verandës, ende pa zakon me hapësirën që tani ishte vërtet e tij. Sara kishte këmbgulur. Nuk është bamirësi, është shtëpia jote. Kishte thënë ajo, dhe për herë të parë në dekada James besoi se mund të meritonte gjëra të mira. Dimri erdhi herët atë vit. Një mbrëmje me gric, James dëgjoi hapa në shteg. Sara o shfaq, hunda e saj roz nga e ftohtë, duke mbajtur një qese letre. Mendova se mund të jesh i uritur, tha ajo, dhe fryma e saj ishte duke krijuar re të vogla në ajër. Nxori 2 sanduiç, të ngrohtë, të mbështjenur me letër dylli, njësoj si ai që i kishte dhënë asaj vite më parë. Fyti Jamesit u shtrëngua ndërsa mori një. Kafshata e parë kishte shijen e kujtimit dhe të shpresës njëkohësisht. E di, tha ai qetësisht. Dikur mendoja se jeta ime nuk kishte shumë kuptim. Sara ul pranë tij. Supat e tyre prekeshin. Dhe tani? Ai e shikoi atë, këtë grua të mrekullueshme dhe të mirë që i kishte mbajtur një akt të thjeshtë në zemër për 30 vjet. Tani e kuptoi. Nuk e dim kurrë se cila gjë e vogël mund të shpëtojë dikë. Dielli u zhyt poshtë pemëve duke pikturuar qiellin me ngjyrë ari dhe vjollc. Ata hëngër në heshtje të rehatshme, lloj heshtjes që ndahet nga njerëzit që nuk kanë nevojë për fjalë për të kuptuar njëri tjetrin. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të jepni një pëlqim, të shtypni butonin e abonimit.
Na tregoni në komente kush është dikush nga e kaluara jote, mirësia e vogël e të cilit ende të ndikon. Na pëlqen të dëgjojmë nga të gjithë ju. Faleminderit që na ndoqët.